Namazi taravis është sunet, prej suneteve muakkede. Argumentet janë të shumta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë muajit të Ramazanit ka falë së bashku me xhamat 3 herë namazin e taravis, natën e 24, 25, 26 dhe natën e 27. Dhe kjo s'pas ka qenë fillim të Ramazanit, po ka fundi i Ramazanit. Ka qenë në fundin e Ramazanit, por kjo e legjitiman, pasi që është falë qoftë edhe një herë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po prej frikës të madhe se mos po bëhet obligim e ka ndërprej këtë lloj namazi, e ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo natë namazin e natës, vetëm në shtëpi, dhe ka ndodhur që në fundin e jetës apo në vitin e fundit të Ramazanit, në fundit që ka jetu, e ka falë me xhamat 3 herë apo 4 herë, varësisht prej transmetimeve që kanë ardhur, dhe kjo e legjitimon këtë lloj namazi. E pastaj në aspektin kronologjik se si ka ardhur deri në këtë formë që sot na folëm, kjo ka marrë kohë. Në kohën e Abu Bekrit nuk ka pas bashkim. Njerëzit janë falë 2-3 veta në vend, 3-4 në vend. Kështu e kanë falë namazin e taravive, kështu ka zgjatë edhe 2 vitet e para në khilafetin e Omerit radhiyallahu anhu. E që i ka si ndodhi që masane me autobu? I pa njerëz kështu në xhami të falë, tha grupe veç mas. Po të bashkëshin mas një imamit vetëm do të ishte më mirë, dhe në ditën tjetër i pa të bashkuar mas Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu anhu, i cili ishte prej hafizëve të Kuranit në kohën e pejgamberit, në kohën e pejgamberit sallam, ishte prej atyre 4 sahabive që i përmend Enesi, që e kanë mbledh Kuranin para se të vdeste pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. E pastaj Omeri kur i pa ditën tjetër tha ni'me bid'a hadha, so të bëjmë një mirë, si e mirë kjo që këta pas kanë bo këtë lloj. Do të thonë pas ka bo bidat Hazreti Omeri. Qysh më shpjegu këtë temë, se na u mëtëm të fol njerëzve, hiç në bidata. Fillimisht thamë se kjo ka bazë në sunetin e pejgamberit, se vetë pejgamberi Allahut alayhi salam e ka falë 3 herë ose 4 herë namazin e taravive.